praktikisht ne s'kemi as i punat parlament. Për shumë arsye, jo vetëm për këto. Rama opozitën aty pothuajse e ka eliminuar, edhe rregullorja e fundit që mora vesh që po përgatisin e po bëjnë, është për të eliminuar krejtësisht parlamentin. Se atyre të vetëve, ajo a ka thënë tashmë, duhet të kesh urratin e tyre që të vazhdosh e të rish në Ramën. Shqyqyr që pam më në fund, do thonë ju, Elisa që dhe e di e mbaj si etaloni i servilizmit ndaj Ramës, faktën të regoj këto momentet e fundit ka të reguar ca grimasa revolte apo disidence brenda atij grupi. Se tjerët, që në momentin që ai thash i ka trajtuar gjithmonë, ashtu si jo thash pak më parë, këtë e din gjithë, ata e din parë. Po që kur ai del publikisht, Rama pra, del publikisht dhe thot shumë shpejt këta unë do t'i zëvendësoj me kopilat e diellës. Nuk do ketë se 83, tha numrin fiks të deputetëve të tij. Shumë shpejt tha do ketë në parlamentat 83 fëmijë të diellës, është me bar diella, tha. Pra këta për Ramën aq vlerë kanë. Dihet se ç'vlerë kanë ata për Ramën. Janë kopilat e diellës, janë numra, madje as numra jo. Se po t'ju vinte nga numër, prap do evidentoheshin. Ata i merr nga hiçi, sa i bën ministra nga hiçi, pastaj o shkojnë prap i kthejnë në hiç, ose i çon burg, siç ka bërë deri tash. Asnjë vlerë nuk ka asnjë. Patjetër, por çështja është zoti Paloka, ju si do të veproni në të ardhmen e afërt? Keni protestë në datën 12 për shumë nga ata që na ndjekin dhe për gjithë të qytetarët dje në rrjetet sociale. Ajo ishte një tjetër vije kuqe e shkelur jo vetëm për ofendimin dhe arsyetimin banal të zotit Balla, por mbi të gjitha sepse pan me sytë e tyre njerëzit që Niko Peleshi u tall me masat represive dhe drakoniane ndaj opozitës dhe me as qortim, as vretje, as tërheqje që nuk pati për zotin Balla. A mos është ai momenti po afrohet gjithmonë më shumë, apo është provokimi i Ramës që ju të përshkallëzoni dhe të ngujoni apo të bllokoni kuvendin plotësisht, duke shmangur 12 marsin e Belinda Ballukut? Nuk besoj se i leverdis Ramës, megjithëse situata me sa pashëm para se të bëhej ky ofendim, nuk kishte një situatë tensionuar që të lëshoj ky ofendim. Çdo gjë mund ndodhë me një mendje të smur si ajo e Ramës. Çdo gjë pret, edhe provokime të qëllimshme të tilla, po unë fakt ja vej rritjes arrogancës, sepse kam parë disa raste që edhe këtij është rritur arroganca, këtij kryetarit grupit PS-s, që dikur ulte kokën si mi, kur ishte i detyruar të përballej, tash edhe ky e kam vënë që edhe ky ka filluar bëhet arrogant. Këto janë vetëm shenja të thash edhe të kopimit çfarë bën ai i pari tyre, po dhe të se i duket vetja të gjithë pushtetshëm, kanë mandate shumë, pushtetet gjitha në dorë. Kurse ajo që bëri Niko Peleshi është vlen për ta diskredituar edhe një herë çfarë ndodh në atë parlament, edhe vetë Niko Peleshin, sepse ju e keni parë që deputetët e Partisë Demokratike janë përjashtuar për një fishkollim. Jo më larg se dije, Niko i tëroqi vretja, i bëri vretje numër 2, numër 12, Flamur Nokës mos gaboj, sepse dëgjoi në sfond një muzikë që ai e përcaktoi që duhet vinte nga telefoni Flamur Nokës dhe ishte gati ta përjashtonte për këtë. Ndërkohë, u detyrua të përballet me këtë situatën tjetër që nuk është për herë të parë, sepse aty ka qenë Rama dhe ofendimet janë bërë hapur dhe nuk ka guxuar njeri as të tërheqë vretjen Ramës, dhe kështu funksionojnë ata. Kështu për fat keq po funksionon dhe drejtësia në këtë vend, se më kujtu dhe ky rast i Bars Pais, që dije nuk kërkojnë ta dënojnë sepse nuk pas ka zbatuar gjoja një vendim gjykate për një shkarkim nga puna, ndërkohë që këta kanë shkarkuar sa po erdhën gjithë administratën kohë Partisë Demokratike dhe s'është marrë njeri për të, po mos kalojmë nga deg në deg, puna është kështu funksionon. Ky shtet është ngritur tashmë në funksion të Ramës. Diktaturë, korruptuar
narkoshtet, të gjitha bashkë me një opozit që kërkojnë të çojnë drejt eliminimit. Ky është